Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rikthehen rreshtet e Dëborës në veri dhe juglindjet të Shqipërisë. Autoriteti rrugor deklaroi se akset janë të hapur dhe qarkullimi vijon normalisht. Gjatë natës ka patur rreshje shiu me intensitet mesatar dhe ka filluar Dëbora në të gjithë zonën veriore dhe juglindore të vendit. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, borpastrueset janë në teren dhe kanë bërë pastrimin e segmenteve rrugore dhe kriposin e tyre. Autoriteti rrugor shqiptar këshillon drejtuesit e mjeteve për kujdes të shtuar dhe pajisin e tyre me goma dimërore dhe zinxhir. Në rajonin verior, rreshtet e Dëborës janë të pranishme në Bajramcuri Valbon, Ura Bujan Qafmorin, Bujan Qafmorin, Sopot Kërnaj, Qaf Mejdan Tropoj Buçaj, Fierz Bajramcuri, Bulqiz Peshkopi, Kukës Shishtavec, Kukës Bushtric, Kukës Krum, Boktheth, Deda i Razëm. Në rajonin qendror Dëbor ka në kalimin Dajt Qafpris Qafmoll, ndërsa në rajonin jugor në Qafthan Kapshtic, Qukës Qafploç, Maliq Kufi Gramsh, Korçë Voskopoj, Boboshtic Dardh, Ersek Leskovik Treurat dhe në Muzin. Ka prani të rreshjeve të Dëborës. Vendoset kufizimi lëvizjes në aksin rrugor Gostivar Kërçov në Maqedoninë e Veriut. Ndërmarrja publike Rrugët e Maqedonisë dhe lidhja automoto e Maqedonisë njoftoi se për shkak të rreshjeve të Borës në aksin rrugor Gostivar Kërçov përmes qafës malore Strash nga ora 07:45 është vendosur ndalim qarkullimi për automjetet e rënda transportuese. Ndalim për kamion ka dhe në qafën malore Presek, pjesën Mavrov Dibër dhe Struk Qafthan. Në pjesët e tjera qarkullimi zhvillohet në rrugë kryesisht të lagështa. Intensiteti i trafikut në akset rrugore jashtë zonave urbane është i moderuar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Arrest shtëpie për gjyqtarin e gjykatës së lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Gjoko Ristov. Sekuestrohen dhe dokumentet e udhëtimit. Pas 3 ditësh në Arati, Gjoko Ristov i dyshuar për korrupsion u mor në pyetje në gjykatën penale nga gjykati i procedurës paraprake. Nga prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit u paraqiten provat e mbledhura mbi të cilat bazohet dyshimi i arsyeshëm se ai ka kryer veprat e rënda penale për të cilat ngarkohet. Masa e arrestit u caktua pasi një seancë të jashtëzakonshme, Këshilli Gjyqësor miratoi heqjen e imunitetit të gjykatësit Gjoko Ristov, duke e pezulluar nga të gjitha aktivitetet gjyqësore për sa kohë zgjat procesi i hetimit dhe eventualisht procesi gjyqësor. Koalicioni i qeverisës vlen në Maqedoninë e Veriut përshëndet vendimin e Këshillit Gjyqësor për të hequr imunitetin gjykatësit apelit Gjoko Ristov dhe për ta larguar përkohësisht nga detyra, si dhe për të shqiptuar masën e arrestit shtëpiak. Për vlen, ky hap nuk e mbyll çështjen, përkundrazi hap dhe më shumë, sepse kur te një gjykatës apeli gjenden 350.000 euro të dyshuara si para të palishme, nuk është skandal individual. Vlen rikujton se Ristov bashkë me gjyqtarin non grata Enver Bexheti kanë qenë pjesë e vendimeve që i hap rrugën e lirisë Sasha Mjalkovit, simboli të shtetit të kapur. Në të njëjtin kontekst u saksionua non grata dhe nga Artan grupi i ratisur nga drejtësia, apelojnë nga koalicioni Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani pranoi ftesën e presidentit Donald Trump për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në Bordin e Paqes si anëtare themeluese, krah për krah me SHBA në misionin për një botë më të sigurt, deklaron Vjosa Osmani. Përmes rrjeteve sociale, Osmani publikoi letrën e presidentit Donald Trump lidhur me ftesën që Kosova të jetë në Bordin e Paqes si anëtare themeluese. Leadershipi i guximshëm nuk flet thjesht për paqe, ai ndërton atë, pikërisht këtë po bën presidenti Trump nëpërmjet kësaj nisme historike, ashtu si Amerika që solli paqen në Kosovë. Sot Kosova qëndron si aleat i palëkundër i saj për ta çuar paqen më tej, shkruan Vjosa Osmani. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.